Demokratike do duhej që të triumfonte nga zgjedhjet e vitit 2017, zgjedhjet e vitit 2021, gjë e cila nuk ka realizuar për shkak të problematikave të mjaft mëdha që ka patur Partia Demokratike brenda saj dhe kryetarit të Partisë Demokratike të asaj kohe, zoti Basha. Dhe fatkeqësisht konstatoj që këto probleme mendonim që do duhej që të mbylleshin këto plagë të cilët u hapën mbas vendimit të 9 shtatorit të vitit 2021, kur zoti Basha në mënyrë të njartë, në mënyrë jo të drejtë, mori një vendim në largimin e zotit Berisha nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Dhe shumë sinqerisht, unë bashkë me gjithë kolegët e mi, pavarësisht dilemave të momentit të parë, apo problematikat të cilat e kishim me qëllimin e vetëm, e theksoj, qëllimin e vetëm dhe jam darë për çështje parimore në vendimin në shtatorit, sepse mas 21 prillit të vitit 2021 ka kërkuar zoti Berisha dhe gjithë drejtuesit e tjerë të Partisë Demokratike që zoti Basha nuk do duhet të ishte më në krye të Partisë Demokratike. Gjë të cilët zoti Berisha bashkë me bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë, i famshmi Damur Noka, e famshmja Albana Vokshi, të cilët fatkeqësisht sot Partia Demokratike ka rënë në dorë të tyre dy figurave, të cilët janë figura, nuk mund të them termin të rryra për demokratët, po figura jo të pëlqyeshme nga shumica e demokratëve, por të rryra nga qytetarët shqiptarë. Dhe ato të cilët në atë kohë ishin personat që bënin mbrojtjen më teshme të Lulzim Bashës në zgjedhjet e 12 korrikut kryetar të Partisë Demokratike, ato të cilët pjesë më mbrapa na qunin ne bashista, në një kohë që zoti Basha ishte ai që cilët ishin në listën e privilegjuara, në një kohë që zonja Vokshi kur s'ka bën një garë në Partinë Demokratike, kur nuk është zgjedhur. Ta mbaroj, do të jap përgjigjen. Do ta jap përgjigjen, të mbaroj rezumen një herë dhe ta jap edhe përgjigjen. Ka folur on. Nëse do njëri ti që ka folur, pikërisht se kam folur, jam këtu ku jam sot. Kam folur do ta shpjegoj më poshtë. Pra, dhe gjithë problemeve Partia Demokratike u pa që në vitin 2023 e përçar, e coptuar, nuk mund të triumfonte dhe të fitonte pushtetin. Dhe kjo nuk ka të bëjë me mua personalisht për dasunën. Ka të bëjë me parimet që duhet ketë një forcë demokratike si Partia Demokratike. Një forcë e cila zoti Berisha nisi të gjithë aksionet e tij në atë kohë me foltorën e famshme, me moton çdo individ politik dhe vota do të jetë e para në Partinë Demokratike. Vota do të jetë e para në Partinë Demokratike. Por fatkeqësisht u shkel me të dyja kamët statuti, u shkel me të dyja kamët gjithçka dhe përfundimisht Partia Demokratike u shbë statuti, u shbë kushtetuta e Partisë Demokratike. Dhe unë nuk jam nga ato personat të cilët kam kërkuar ofiqe, por nga viti 2005 jam një ndër politikanët që kam sjell më shumë vota në Partinë Demokratike, kam qenë triumfues në Partinë Demokratike, i kam shërbyer me besnikëri Partisë Demokratike dhe mund t'i kujtoj shumë, duke filluar nga qëndrimi im i pa lëkundur në ndryshimet kushtetuese të 21 prillit të vitit 2008, jam bashkë me 3 kolegë të tjerë, të cilët votuam kundër ndryshimeve kushtetuese, ishte e turpshme që në kohë që ndodhi ngjarja e Gërdecës me 15 mars dhe pa u tharë flokët atyre viktimave, 21 prill u bë pakti, martesa Partia Demokratike e Partisë Socialiste, ka folur këtu atë kohë. Dhe ishte i vetmi deputet tani për ndryshimet e kodit zgjedhor, i cili votova kundra, sepse besoj që në demokraci vota është e para. Isha totalisht për vot për një sistem zgjedhor të hapur, për lista të hapura. Dhe unë sot, pavarësisht që nuk jam më te Partia Demokratike dhe që u largova për shkak të një vendimi të njëanshëm dhe jam i vetmi person bashkë me kryetarin e Partisë Demokratike të Kavajës, të cilët jemi përjashtuar nga të gjitha kriteret, të cilët na kërkuan. Pra, dole i pari në qarkun e Elbasanit, as isha fare, këtu isha duke punuar në diasporë, por në një kohë që kryetarët e degëve, komisionerët, antarësia ishin gjithë të rithmelimit, të gjithë të foltorës dhe përsëri demokratët më votuan. Dhe kjo nuk u mor parasysh nga zoti Berisha, nuk u mor parasysh që më shumë problemi është i sekretarit përgjithshëm Damur Noka dhe Albana Vokshi, të cilët vendosën kritere dhe një kriter mbasi mbaruan primarët, mbasi u mbyll dhe regjistrimi i diasporës, u kërkua një numër brenda 2 ditëve 300 bashkëdhëtar tonë të regjistruar. 610 për 2 ditë. Edhe 600, 1000, 2000 mund t'i bëja.
por unë tregova në gjithë diasporën që ngrejta një frym, punova dhe e kam bërë me shumë dëshirë. Tani, unë nuk mund të lejoj, over do termin, të përdhënohem. Kam sakrifikuar për të parti, jetën në kuptimi, familjen time, për gjithçka. Dhe jam i vetmi person që s'ka përfituar kur, nuk ka marrë kur një tender, një përfitues në kohën që ka qenë Sali Berisha kryeministër, dhe jam një njeri i cili kam bërë një opozit fort gjatë këtyre 4 vite për Ballit e Ramës, madje koleg socialist më ka thënë që më i egër mas Saliut ke qenë ti. Dhe jam krenar për opozitë që kam bërë, i kam plotësuar të gjithë kriteret dhe unë përjashtohem nga gara. Dhe futën në listën e mbyllur të Elbasanit, personat të cilët zoti Bylykbashi i 4 e 5 i këtë primare, në një kohë për herë të parë në 34 vite, qyteti Elbasanit nuk përfaqësohet komuniteti krishterë për herë të parë, dhe e dyta është që të gjithë lista e Elbasanit është nga qyteti Elbasanit dhe 40.000 vota janë jashtë përfaqësuar Peqin, Belç, Cerrik, Gramsh, Librash dhe Prenjas. Kjo është e vërtetë. Dhe unë tani falenderoj shumë të gjithë ato drejtues politik partive tjera të cilët më ofruan mundësinë për të kandiduar, që më kërkuan, dhe unë pasi pash listën përfundimtare të Partisë Demokratike, e cila nuk ishte përfaqësim këto zona, thashë 6 bashki, se 7 bashki që ka Elbasani, 6 të papërfaqësuara, vendosa që të kandidoj. Dhe falenderoj zotin Adretik Lapaj, zotin Endri Shabani dhe zotin Pano Soko, të cilët më dhanë këtë mundësi, dhe Shqipëria përfundimisht do duhet të bëhet me djem dhe vajza të reja. Duhet filluar nga ju këtu që jeni sot, që do duhet patjetër të shembim këtë klasë politike 34 vjeçare, të cilët bëjnë ping-pongun dhe që mbajnë në këmbë njëri tjetrin, dhe të cilët Partia Demokratike nuk ka hallin për fitoren datës 11 maj, por ka hallin me 12 maj se si do dalin dhe si do të mahet Partia Demokratike brenda një bunker i cili është mbyllur tani dhe fatkeqësisht po a them, një listë jo përfaqësuese, një listë jo ashtu siç duhet, një listë e cila do duhet kishte më përfaqësim më të madh, do kishte 33 dhe shumë të tjerë të cilët do të përfaqësoheshin në këtë listë. Faleminderit. Faleminderit.